Ata nuk e kanë ide, ata e kanë qëndrim. E kanë qëndrim politik, juridik, moral, shtetëror, diplomatik. Ata e quajnë një marrë greke, sepse ua ka thënë vetë politika shqiptare. Kanë dalë 5 minuta, himariot ati që thonë jemi greke, dhe ata thonë, edhe i thotë është pjesë e Greqisë, do ta mbrojmë neve se është minoriteti jonë, kemi të drejtat tona, dhe jo zotëri. Në Shqipëri është zbatuar pik për pik kërkesa sërbe që ka për Kosovën. Për za jetënicën dhe për ato asociacionet, në Shqipëri kanë bërë 2 asociacione greke, politika shqiptare, parlamenti shqiptar. Në Livadja, në Dropull dhe në Tinik. 2 bashki greke. S'kishte bërë vaki. Me 10.000 banorë që janë gjithsej në të 2 bashkisë së bashku, Edi Rama u dha të drejtën të bëjnë bashki ata. Dhe do vazhdojnë prap, duan tani që të heqin dhe bashkinë e Korispolit, me qëllim që të mos ketë gjëkundi shqiptar në atë, duhet të bëjnë pastrim etnik, e bën vetë Polliksiras që për në parlament shqiptar zbras dhe përjashton dhe zbras mirë them elementin teritorit të trojës shqiptare i zbras nga shqiptarët etnik për të vendosur kolonët grek. Jemi të tradhtuar dhe unë nuk kam thënë shqiptarëve, ngriuni ta përmbysim këtë tradhti që po bëhet. A ka më burra po shqiptar? A ka më burra që dalën zotë këtij vendi? S'pas ka. Binden nga një klou cirku, nga një bandit, një bakalaro që quhet Edi Rama, edhe binden atje dhe shesin interesat kombëtare. Kanë marrë toka, troje, prona sa duash, edhe këtë bëj. Zoti Islami, a mendoni se vizita e Nikos Dendias është e lidhur me marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, dhe a ka ardhur vetë në këtë vizitë për të bërë presion kundrejt qeverisë shqiptare në mënyrë që ta përshpejtojë procesin e marrëveshjes mes 2 vendeve për çështjen e detit? Ai këtu ka ardhur për t'i dhënë, për ta bërë de jure, se de facto kanë bërë me kohë. Ka vetëm për ta deklaruar. Se këta i kanë dhënë me kohë. Ore këta po të thotë greku, na jepni gratë, u japën gratë këta. Të tillë politikanë kemi. Këta janë politikanët tanë, të pasip, të pa fytyrë. Se ai për atë vjen aty. Vjen ministri Luksës, më kanë trunko këta gazetarusët, se gazetarusët që merrni mua në progonat dhe hyrin në shpinë qytetarit shqiptar pa leje, pa gjë, nga gardi komshiut dhe nuk erdhi të mbi derësit gjithë njerëzit. Ja, këta janë, ky është shtypi shqiptar. Mos ka me gazetarët, se gazetarët bëjnë punën e tyre tani. Pse ti mund të shkosh për investigim në një familje të hysh nga gardi komshiut? Nuk e di rastin konkret, por e kam fjalën që gazetarët përgjithsisht bëjnë punën e tyre për ata të terrenit. Kështu e bëjnë detyrën e tyre që nuk ndihet fare për këtë marrëveshje të pështira që po bën parlamenti dhe politika shqiptare. Kjo është detyra që bëjnë? Jo zotëri, jo. Atë detyrë e bëj vetëm unë tani. Asnjë tjetër. Në këtë rast, a mendoni se po luhet diçka në tavolinë që shqiptarët nuk po e shohin dot? Shqiptarët nuk duan ta shohin se ua themi se çfarë po luhet tavolinë. Deri tani ua kam thënë unë disa herë. Edhe po i them dhe sot ua thash dhe do ta them prapë. Gjithçka bëhet në tavolinë dhe gjithçka bëhet pa zhurmë, pa bujë. Dhe ne jemi të shitur. Na kanë shitur çështë doni mos tim. Zoti Islami, si mendoni, sa lidhje ka vizita e ambasadores amerikane në Greqi në mesnat, ku takoi kryeministrin Edi Rama me çështjen e detit, dhe vetë vizitën e Nikos Dendias pak ditë më parë? Janë të lidhura në mënyrë të përkryer me njëra tjetrën. Ajo zonja që erdhi na tregoi që kishte dalë të bukura në orën 12 të natës me minifund dhe takon në mënyrën më të paskrupull, jashtë çdo lloj protokolli takon Edi Ramën dhe putet e përqafohet me të, ajo vetëm ambasadore e Amerikës nuk mund të jetë. Pra që sa dim ne për Amerikën. Po ajo erdhi si një shërbëtore e paguar
nga shovinistët grek për t'i dhënë ngjyrën amerikane poshtësisë dhe vjedhjes që duan t'i bëjnë terrorit dhe detit shqiptar, terrenit dhe detit shqiptar. Pra të erdhi ajo. Ajo vetëm ambasadori e Amerikës nuk mund t'jetë. Kështu që ajo erdhi për të takuar Edi Ramën, ndoshta edhe për të fjetur me Edi Ramën, se nuk e dim se ç'bën, sepse e pa shkëlqyruar kishte ardhur. Pra ishte vizitë zyrtare, ishte vizitë private dhe erdhi për të shitur për të marrë nga Edi Rama atë që kërkon lobi grek në Amerikë, i kryesuar nga Gazojani, miku i ngushtë i Sali Berishit që ka pritur 2 herë këtu në Shqipëri, Gazojani, ai Berisha, demokrati, ai patrioti, ai më tradhtari më i pështirë i interesave të kombit shqiptar. Pra, ajo zonja që vajti dhe takoi Edi Ramën, ajo thjesht erdhi të bëri pazari që të marrë një $6 miliard pasuri në toksore, gaz dhe naftë në Shqipëria, t'i marrë greku, jo amerikanët. Ajo erdhi për interesat grekëve. Zoti Islami, si mendoni pse Greqia e kërkon me nxitim kaq të madh ta mbyll një herë mirë çështjen e marrëveshjes së detit, pra delimitimit të kufirit detar mes dy vendeve? Nuk do ta bëj dot. Që luhet në këtë rast? Nuk do ta bëj dot, se nëpërmjet nesh kërkon tani që të justifikoj ato syrin që ka për kufirin me Turqinë. Dhe ajo, ata e din mirë që po e realizuan me Shqipërinë atë marrëveshje, me Turqinë pastaj kanë të zgjidhur problemin në ligjet ndërkombëtare. Prandaj them që sa të ketë Turqia ata do marrën Nocrokun që japi Sali Berisha, aty mirë them Edi Ramës dhe Sali Berisha, të dyve. Zotëri, ata duan që të marrin pjesën që kanë në kufi me Turqinë nëpërmjet marrëveshjes që duan të bëjnë me neve. Dhe në vjedhjes grabitjes që po na bëjnë neve. Por ne i marrim se ne jemi të vdekur e pamuluar edhe kaq. Në këtë rast, çfarë po ndodh sa i përket çështjes së Vorja e Pirit që e kanë ngritur grekët dhe duket se ka një reaktivizim të disa organizatave që shpalosin edhe flamurin e Vorja e Pirit në foto të ndryshme që dalin shpeshherë në rrjetet sociale? Kjo, çtoni ju, u organizua dhe u shfaq me urdhër dhe me pagesën dhe me investimin e vllahut që është kryetari i bashkisë Fierit, i cili i dërgoi atje një grup nga Fieri me kostume kombëtare dhe me flamurin e 1914 të Vorja e Pirit. Pra, këtë bëjnë, të kanë bërë, dhe këtë do vazhdojnë të bëjnë, të rjetën, nëpërmjet tradhtarëve tanë, nëpërmjet kuqlingëve tanë, nëpërmjet banditëve tanë dhe qelbësirave që kanë marrë pushtet në Shqipëri. Në këtë rast, ju si e shikoni, ka një formulë për dal nga kjo lloj situate, nga mënyra se si Edi Rama i qeveris vendin dhe nga mënyra se si Ka një mënyrë. Ta përmbysim me forcë. Të pastrojmë Shqipërinë nga tradhtarët, nga qelbësirat, nga polliksirat që kanë uzurpuar pushtetin, se na kanë hyrë në qafë të ligjit, palacot. Këta nuk e kinë me vota, harroje. Këta e kinë vetëm me përmbysje. Këtë i tha Sali Berisha, se mendoja se ishte gjashtë opozitar para një 10 vjetës që ishte në Kamës. Dhe i thash ngrej popullin se ti e ke mundësi, i thash të ngrësh njerëzit. Po tha, edhe në ana tjetër bën të gjitha marrëveshjet me Edi Ramën. Pra, kjo kast politike ikin vetëm me përmbysje. Çohuni shqiptar ti përmbysim, se po vjedhin pronat po shesin Shqipërinë. Merrni shembull nga Ariolli, nga burrat që janë ngritur atje dhe mbrojnë tokën e tyre. Merrni shembull, more të vdekur e të pakallur. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.